Kush ka motrën botën e ka, më jojtish. Gjdo sen, në vend nanë, mas nanës është motra. Jemi rritë pa babë, edhe nana tani si na lërgojnë, motrat jemi shumë të letë në mes veti. Hajde dhe fjallë për Llazni. Mjaltë, unë i du shumë. Baba ma kalon shumë të vogël, vllaun e vogël, 5 vjeç. Ditën e lirë, çka ta gjojna, i bojna punë të natën për mu bashku bashkë. Pju vete a jeni motra, ku nata? Motra. Çka të më lumë të njëtë? Po... Po dhe... A je vetë gjithë të janë e dëmë për gjithë shka? Prej fëmijëve? Jo, qa kanë bo fëmija, i kumë... Motra me modja? Po. A të kanë vetë ty? Po më kanë vetë, ama... Edhe jam ku motrën ma të madhe, normal. Edhe jam ke plëtsu prej? Po. Sa motra e ne? 4. Cilën e ki ma përqeke? Këshyre, krejti dënë, 3 ti dënë, po gjithë njesh ma përqeke. Edhe unë e kom shumë teza. Është haria shpis, e vogla. E vogla, që edhe unë e kom shumë teza, po një e daloj gjithë. Unë e krejti kam, ma të voglën dyqysh, ma haria shpis është ajo. E të shëtojnë sugarica e shpisa, e vogla. Qa jo, haria, sugarica shpis. Qka dhe të thëtë motra për ty? Gjdo sen, në vend nanë, mas nanës është motra. Motra botën ka. I bilulli mire ka knue. Si që ka knuaj qatë pjesë atë rejtë? Jo. Mësa kneve, që që ka knuaj? Jo, bre, po vetëm po të tregoj që shyretja e ka knue, ju vjan shyretja, na jemi të shkupit. Të shkupit? Po. E këtu kini ardhë? Kemi ardhë me vizitu, ferizojna Kosovën shumë e dojna. Rajti kemi pe këtu shit. A vini shpesh? Vina, valla. Hajde, zhvendos në krejt, jetone. Me gjithë qef, se di njerë qish kini me bëhe me Albin Kurtin sen, se pse jo. Pse jo. E Vllaznia kene? Ma i sot me shlu më i venim, se mi avlon aty në atje, atje du të me zaptu. Macedonve, ama... Të këton atje, pse mi avshlu aty në venim. Ska të teri atje ka mu bëkë. Specialist, njëna mutër dhe medalj, tja tras dhe medalj. Jo. Unë jetoj në Belgjika, ma... Kërbeqare. Në ma patriotë. Që pas këllëshu edhe ato dhe shkupin, bro. Jo. E kum shlu prej zorit, vetëm se herë... Se sa ku jenë Belgjik? Që 30 vjetë e kursura. Që është jetë në Belgjik? Mirë është. Mirë. A është vështira letë me punu, me umbajt? Po, kush punon? Edhe këtu. A punon të? Po, kum punu, ama tash për momentin nuk jam të punu. Jam për shumë mjekësorja. A kom drejt me të pyç ka punoni? Pasëm kimik punoj. Sa është një pagë atje në Belgjik? Po, minimalja 1700. Po, 1700 euro. A është mjaftueshme? Nëse mjaftueshme është, ama edhe atje ka fillu tash. Sa është e vështirë me punu pastrim kimek në Belgjik? Që shkom pa? Nuk është vështirë, kush punon? Jo, s'ma merr mend, nuk është ashtu. Disa thojnë jo vështirë, jo, ama gjithkund është vështirë puna. A ke pagë mujore është apo paguani çdo ditë? Jo, punë mujore kam pas. Po ti ja. A mendon se shumica e bojnë këtë punë, por nuk e deklarojnë që punojnë? Pe grave. Atje? Qoftë Gjermani, qoftë jashtë. No, s'ma merr mend, jo. Punojnë. Se di, disa punojnë pastrim, disa. A me thy, na ja? Mendojmë kur dalim në penzion. Për me morë penzionin e atje? Po, mendojmë, ashtu normal. A për nga të regën e cila është gjëja ma interesante që ka ndodhë me syve vëdyja? Ose a keni gënyu një njëna tjetërën, për tani keni morë vesh? Jo. Jemi të afërta na, jo. Do që ma interesant, ma qytetshëm që ju ka ndodhë? Nuk e di, jo, zbesoj. Na, që më thonë, jemi shumë të afërta. Po, jemi rritë pa babë, edhe nana tani si na lërgojnë, motrat jemi shumë të letë në mes veti, po. Vllaznia, a keni Kemi dy vllazë, të madhen e kam në Zvicër, të voglin e kam në Shkop. Po. Hajde dhe fjallë për Llazni. Mjaltë, unë i du shumë. Baba ma kalon shumë të vogël, vllaun e vogël, 5 vjeç. Edhe dyqysh, jemi shumë të letë tana. A thamë na ke gjetë dyqysh që jemi shumë të letë, kur si të na vjen, na vish me këto kemi qef me nejtë. Ditën e lirë, çka ta gjojna, i bojna punë të natën për mu bashku bashkë. A i keni edhe burra që është mes vete?
Shoqnuma, janë edhe ata, veç që motrat. Janë, veç na motrat ma ndryshe, se janë edhe ato. Po kesh ka pak si me dimen, ja, qa përta për mene? Që kjo treba. Jo, mirë, mirë qërë, mirë. Ti ka që atje në Belgjik, s'ka ke Jo, mirë, ama, koj dis, po di shka më thonë? Mirë, nësë kemi pas nëjtë problem. Hajde një mesazh për fond, si motra. Për motra? Kush ka motrën botën e ka, më jojtish. Lumej që ka motra. Valla. Falënderoj shumë që të komendove neve. Shumë. Jemi, ajo Në Sarajevo, dikon 5 vite kom qëndru. Pa shumë ma mirë se këto, kultura, vedisimi, punësimi, pagat më të mira. Jo, pare s'po punoj dhe jam shumë i lumtur që s'punoj. Bile ata që punoj kanë problem shumë. Po sa ma shumë të ketë njeri para, aq ma i ngarku, ma me shtres do t'jetë. Kanë lezu literaturë, se mendojnë se vetëm paraja arrit gjithçka dhe s'ka tjetër në këtë botë. Jo. Po nanë edhe nëse nuk i para. Po mirë, bile ndihem shumë i lumtur në jetë. Sepse nuk mund me bo luks me 1000 euro. Vetëm për ta mbyll muajin nëse je familjar. Po punoj dhe jam shumë i lumtur që s'punoj. Që në gurbet në herë. Po isha në Sarajevo, dikon 5 vite kom qëndru. Po. Mujtë me vëzgjua, që është jeta atje? Po shumë ma mirë se këto, kultura, vedisimi, punësimi, pagat më të mira. Po ktheva se vendin jam dyqysh ishte... Sa kishë pagën atje? Sa ishte Atje paga? ka mujtë me qenë be 1000 marka Gjermana, tërsu me logarit tash 1200-300 euro. Dhe më ka pas vlerë, paraja shumë. U ktheve për shkak të vetlindjes. Shkak të vetlindjes. Apo punoni, a keni ndonjë rrugë? Jo, pare s'po punoj dhe jam shumë i lumtur që s'punoj. Bile ata që punoj kanë problem shumë. Bile unë jam, po sa ma shumë të ketë njeri para, aq ma i ngarku, ma me shtres do t'jetë. Kështu njeri kur s'ka para është mirë qëndran, sepse pse i hargjova, pse si kurseva, pse si minagjova mirë, edhe kështu po jetoj qesë shumë stabil. A menen që paraja dëvën t'lumëzër t'i qilë rrugët? Asnjëherë, as gjë nuk është paraja. Jo, mendojnë njerëz që nuk kanë lezu literaturë, se mendojnë se vetëm paraja arrit gjithçka dhe s'ka tjetër në këtë botë. Jo, njeri du t'jetë i disponuar edhe me para, pa para. Paraja është një lëvizje me bon, s'ta mbron jetën. Të zgjidh problemet. Asnjëherë paraja ju. Nëse nuk je i vedisum, nëse je mbrapa në mentalitet, nëse ti mendon vetëm para për të pas, këtu është problem marrë të paraja, ose do të qenë i pa moralshëm për të bërë para. Nëse je i drejt nuk i para. Okej, nëse nuk punon edhe nëse nuk i para. Po mirë, bile ndihem shumë i lumtur në jetë. Bile ata që kanë para kurs janë mirë, kanë stres, depresion. Ti kësh me një pagë 1000 euro, 2000 euro, a shkan me punu? Mendoj që ndoshta nuk ka llok se paga 1000 euro sipas standardeve që i kemi këtu në shtetin shqiptar, 1000 euro është mesatare me pas një pagë për ta mbyllur muajin. Po, shkan. Po sigurisht që kisha shku për 1000 euro, jo me bë. Shkoni lumtur tani. Po normal, te dikon 50% sepse nuk mund me bë luks me 1000 euro. Vetëm për ta mbyllur muajin nëse je familjar, i pagu taksat, këto gjërat kanë shku larg, çmimet të prume janë, sepse shohim që pagat më dobta i kemi në Ballkan, në rajon këtu në Evropë, sepse duhet ngriten pagat me DMS patjetër, sepse me këto paga nuk heset kërkon, sepse mbetet shteti të borxh. Valla është me problem. Falënderoj shumë se jete komendove ne. Faleminderit edhe juve, shumë respekt për juve, ju rrit në era.